Po krijojmë leximin e shenjës të ajrit, binjak, peshore, ujor. Gjithmonë doni të ndryshoni gjërat që keni përpara vetvetes. Jeni munduar shumë herë të krijoni botën dhe fasadën e jetës tuaj, po nuk e keni arritur dot. Shikoj që keni pas ndërhyrje nga persona të jashtëm të ndryshëm tek vetvetja dhe jeni pak të lodhur. Duhet keni pak intuitën më të fortë që të keni shumë shpejt të lloj ndryshimi. Në këtë kohë do keni një lëvizje, një transformim të ri. Parapëlqeni gjithmonë të shikoni hapësirën dhe do shikoni hapësirën. Kur ju të jeni e gatshëm të shikoni hapësirën, atëherë ju keni një sinjal nga universi, mesazhe të ndryshme tek ju që ndikohet gjithmonë për pozitivitet. Po manifestoni, çdo gjë ju e manifestoni, çdo gjë ju e keni lidhje me universin, parapëlqeni gjithmonë pjesën e manifestimit me ujin, manifestimit me mendimeve dhe në këtë kohë keni një lloj realizimi, jeni ndërzuar si ku në univers, keni ndërzuar gjithmonë energjinë tuaj, jeni e lodhur dhe nga dashuria dhe në këtë kohë manifestimi që ju krijoni e krijoni më tepër për dashurinë dhe e shikoj që keni një ndryshim. E shikoj që keni një gur diamanti drejt jush. Guri ka një simbol shumë të fortë, ka një përfundim tek ju që keni një mendje të artë. Jeni drejt të një finalizimi, të një udhëtimi. Po shikoj që jeni ngulur tek një mendim shumë pak i errët, nuk keni dot forcë ose fuqi ose bindje tek udhëtimi dhe tek finalizimi juaj. Po shikoj që keni një rrezë drite, keni pak grimca, lidhje, të një intuite shumë të fortë me universin dhe shikoj që sa për përket planetit të diellit ndikohet tek ju, ndikon për gjithçka pozitiviteti dhe për shumë shpejt kohë dhe për shumë shpejt ditë, ju keni një simbol shumë të fortë brenda vetes dhe e ngjisni shkallët e karrierës. Keni persona negativ tek ardhmënia juaj. Kujtoni sepse me pjesën që keni krijuar keni frikë shembjen e planeve, shembjen e lidhjeve të dashurisë dhe shembjen e një finalizimi të një pune të re. Keni shumë persona negativ, jeni rrethuar nga persona jo të mirë, persona të lig, po ju do ndiqni domethënë intuitën tuaj, keni pak një krisje, një shembje tek pjesa e finalizimit, po gjithsesi shumë shpejt e rikuperoni dhe jeni shumë i vëmendshëm dhe shumë vigjilent në këtë pjesë kohe. Keni lidhje me një bashkëpunëtor ose një pjesë bashkëpunimi dhe kjo lidhje bashkëpunimi do jetë shumë e fortë tek ju dhe keni ndikim të mirë tek kjo pjesë bashkëpunimi. Bashkëpunimi është shumë i fuqishëm dhe keni një të ardhme tek pjesa e bashkëpunimit tek ju. Shikoj që keni mendime të paqarta, jeni i lodhur dhe kërkoni të vendosni diçka tek jeta juaj. Dashuria është e lënë pas. Domethënë dashuria tek ju ka ngelur pezull, jeni munduar shumë shpejt ta finalizoni ose të jeni drejt për drejt me lidhjen tuaj. Keni kërkuar domethënë shumë pjesë kohe të vendosni. Po është personi i tretë që ka ndërhyrë tek ju, i ka ndaluar gjëra si me gërshar dhe është person negativ që është penguar tek pjesa e lidhjes tuaj, tek pjesa e menaxhimit dhe tek pjesa e mendimeve dhe tek pjesa e vendimeve që ju mund të merrni. Gjithsesi, ju shikoj para një pasurie, para një kaltërsie, po kujdes sepse personi që ju keni në krah ose shoku juaj ose një marrëdhënie pune është e veçantë tek ju, po është pengesë nga personi i tretë negativ. Çfarë mesazhi do keni në këtë pjesë kohe, në lidhje dashurie ose në finalizim të pjesës së biznesit? Shikoj biznesi tek ju nuk është në vendin, domethënë ashtu siç e mendoni, ose atë që ju kërkoni, keni gjërat domethënë mbrapsht në këtë pjesë kohe ose nuk janë finalizuar dhe ju prisni një lajm në këtë pjesë kohe që të arrini të finalizoni qëllimin tuaj që ju kërkoni në këtë kohë. Dashuria tek ju.
dashuria tek ju. Jeni e zjarrt në dashuri, kërkoni t'i prisni drejt fjalët, vendimet dhe jeni person që jeni në fasadën e akullit dhe në fasadën e diellit. Jeni në dy lloj opsionesh. Gjithsesi e shikoj që tek ju vendoset një diçka shumë e madhe, vendoset dashuria dhe vendoset me fjalë të pastra dhe jeni ju ajo që ndikoni për mirë dhe jeni ju ajo që e prisni të lloj vendimi dhe e vendosni. Mos keni frikë nga tradhtit, sepse e shikoj që keni pas një ftohtësi, po jo nuk ka qenë tradhti, ka qenë diçka e ftohtë mes jush, pjesa e dritare që keni krijuar një pentakull fati, pjesa e lidhjes, pjesa e bashkëpunimit, pjesa e marrëdhënies, deri diku ka qenë si e shkëputur, por nuk ka pas tradhti, ka pas vetëm një si ftohje midis jush. Shikoj që kjo pjesë do ndikohet për mirë dhe do jetë një mesazh lidhës tek ju. Pjesa më tepër ju shikoj që u ndikoni nga emocione të vrara, parapëlqeni gjithmonë që t'jeni në pjesën e dritës, po mos kujtoni gjëra që ka kaluar, mendoni vetëm në shumë faza të vështira, njëkohësisht që fazat e vështira tek ju nuk do ndikohen në këtë pjesë kohe, do ketë një fazë të re tek ju.